Pothuajse të gjithë kanë parë detin, liçenin, malet, por kur gjejnë zona të tilla me histori kaq të madhe, siç është edhe Selca e poshtme, sigurisht që qëndrimi këtu bëhet shumë herë dhe më i bukur, bashkëshoqëruar edhe me prodhimet e fshatit. Në krajinën e Mokrës ndodhet një nga destinacionet më të veçanta arkeologjike në Ballkan, varet monumentale ilire të Selcës së poshtme. Të zbuluara krejtësisht gjatë periudhës së komunizmit, sot ato janë ndër pikat më të vizituara në këtë trevë dhe tërheqen çdo vit studiues, turistë dhe dashamirës të historisë. Sipas banorit të zonës Ramiz Kume, varet u zbuluan krejtësisht nga një banor tjetër i fshatit, ndërsa më pas arkeologët nisën gërmimet që treguan një nga komplekset më të rëndësishme të periudhës ilire. E di që një bashkëtar i jon këtu, erdhi të kërkoi, i kishte nevojë për ndërtuar një shtëpi të re dhe po kërkonte gur. Duke punuar aty ra qyskithem në levë, era poshtë, edhe pa një vrim kështu, edhe u habita ju edhe ato i birë vete, i thotë kryetarit të këshillit të fshatit. Ati edhe i raporton këto kryetarit, i thotë, nuk do të punosh ati, i thotë, deri nesër. Njofton e organet kompetente dhe vinë ata të muzeumit arkeologjik të rrethit tonë të Pogradesit dhe erdhën këtu. E pani që ishte diçka si varr monumental. Edhe që aty mori pastaj njerësi më të ashtu edhe erdhën nga Tirana njerëz arkeologët atil, po kjo ndodh në vitin 1968. Edhe filluan gërmimet, pastaj fillon nga ky varri, që ky është i quajtur Pesa, nga ky varri dhe varret e tjera. Ndërkohë, mësuesi i zonës Besnik Xhyra thotë se potenciali turistik i Selcës dhe gjithë zonës së Mokrës është shumë i madh. Sipas tij, banorët të larguar në emigracion mund të rikthehen për të investuar në shtëpitë e tyre apo të gjyshërve duke krijuar shërbime për vizitorë dhe duke zhvilluar turizmin rural. Por ajo që është e nevojshme është mbështetja institucionale. Tani edhe për shkak të Gradishtës, që është një nga zonat arkeologjike të tipit A, është me vlera historike të veçanta, besoj se do thithi shumë turist. Unë besoj se banorët e këtij fshati, të cilët janë larguar, kanë potencial ekonomik për të ardhur për të investuar këtu. Besoj se do rikthehen përsëri, do investojnë në shtëpitë e prindërve ose të gjyshërve. Këtu turistët vinë dhe nuk gjenë shërbim. Vinë sa vizitojnë, shikojnë këtë bukurinë natyrore, kënaqen me atë dhe nuk shijojnë atë pjesën e gatimeve tradicionale apo të gjërave të ndryshme që ofron kjo zonë. Unë mendoj se edhe qeveria duhet t'i kushtoj pak vëmendje infrastrukturës rrugore, duhet pak zgjerimi i rrugës, se të tjerat janë në rregull. Që këtu të mundet të vinë autobus sepse vinë deri poshtë dhe s'kan mundësi që të ngjiten lart, për shkak se rruga është e ngushtë. Të bëhen fushata sensibilizuese për t'u mbushur mendjen banorëve të vinë, të investojnë në shtëpitë e tyre, të kthejnë në bujtina, të punësojnë njerëz, të shesin produktet e tyre, por edhe t'ju shërbejnë turistë. Një nga shembujt e këtij rikthimi është Iliro Paraku, i cili ka lënë emigracionin dhe ka hapur një bujtinë të veçantë në zonë. Ai ka ndërtuar edhe një shtëpi druri në Pemë, ku vizitorët mund shijojnë qetësinë e natyrës dhe produktet tradicionale të fshatit. Ne që ishim në fshat, thamë t'i promovojmë të ushqimet e fshatit që kanë gatuar të parët tanë. Vendon se kemi bërë një shtëpi të vogël, do gjërat që kanë përdorur të parët tanë, po francezë, anglezë vinë shumë, kanë patur dhe amerikanë vinë, italianë, nga të gjitha vendet. I kemi qenë moshën 15 vjeç, tash vetëm 21 vjeç, 20 vjet punuam në migracion, tani ja kemi lidhur, jetojmë këtu. Edhe këtu po të punosh ka, jeton që te Lakrori me Ithra në Çerjep, është i pari që bëhet, janë prodhimet të zonës. Këtu prodhohet pekmes, prodhohet në Arden, ka poshtë fshati me petka, kulaçi që ka qenë traditë që në kohën e të parëve tanë, llalli që e prodhojmë pe fshati, llalltin ton bio, të gjitha janë për shtëpie. Si të besojnë se vetëm një pjesë e vogël e historisë së këtij qyteti është zbuluar deri tani, ndërsa një pjesë e madhe e saj vazhdon të qëndrojë ende nën tokë, duke pritur zbulimet e ardhshme.